Shqipëria e shqiptarëve, jo e tradhtarëve. Për dekada të tëra, politika shqiptare ka qenë e mbizotëruar nga figura që kanë shfrytëzuar pushtetin për interesa personale, duke e lënë popullin në varfëri, korrupsion dhe prapambetje. Sali Berisha, Edi Rama dhe Ilir Meta janë emra që simbolizojnë një epokë të errët të tradhtisë ndaj kombit, ku fjalët e bukura dhe premtimet e kota kanë mbuluar veprat e tyre të shkatërimit sistematik të shtetit. Është koha që Shqipëria të kthehet në duart e shqiptarëve, jo në xhepat e këtyre hajdutëve modern. 1. Sali Berisha, hero i rem, tradhtar i vërtet. Sali Berisha u shfaq si demokrati i parë pas komunizmit, por shpejt u bë një oligark që e shiti vendin për të mirën e tij. Në vitet 90, ai institucionalizoi korrupsionin, duke e kthyer Shqipërinë në një treg të egër ku çdo shërbim shtetëror shitej dhe blehej. Piramidalet e 1997 u bën simboli i padrejtësisë së regjimit të tij, ku miliona dollar u vodhen nga xhepat e shqiptarëve të thjeshtë, duke shkaktuar rebelime dhe gjakderdhje. Edhe pas kthimit në pushtet në 2005, Berisha vazhdoi të shpërndajë tokën dhe burimet natyrore të vendit për të pasuruar bashkëpunëtorët e tij. Shpresa për integrim evropian u shndërrua në iluzion, ndërsa ai dhe klani i tij grisnin çdo mundësi për zhvillim. 2. Edi Rama, artisti i korrupsionit. Edi Rama hyri në politik me imazhin e ndryshimit, por shpejt u bë një tiran estetik që maskon varfërinë me bojë dhe fasadë. Në qeverinë e tij, korrupsioni ka arritur nivele rekord, ndërsa drejtësia është thjesht një vegël në duart e tij. Rrjetet droge dhe krimi kanë lullëzuar me mbështetjen e pushtetit. Privatizimet e dyshimta, si ajo e aeroportit të Tiranës, kanë shkuar në duart e oligarkëve të afërt me qeverinë. Shqiptarët janë të detyruar të emigrojnë, ndërsa Rama bën foto luksoze me të famshëm ndërkombëtar. Fjala socializëm në PS nuk është gjë tjetër veç mashtrim për të mbajtur masat në varësi, ndërsa ai dhe bashkëpunëtorët e tij vazhdojnë të pasurohen. 3. Ilir Meta, kameleoni i politikës. Ilir Meta ka qenë një strateg i përhershëm i mbijetesës politike, duke u kthyer nga socialist në lëvizje sociale, pastaj në president, pa kur pasur një qëndrim të qartë kombëtar. Karriera e tij është një histori e bashkëpunimeve sekrete me të gjithë palët për të përfituar personalisht. Skandalet e tij të korrupsionit, si ai i hidrocentralit të Bënçës, tregojnë se ai ka qenë gjithmonë gati të shes çdo parim për të fituar pushtet. Roli i tij si balancues në politikë ka qenë thjesht një mënyrë për të shfrytëzuar tensionet dhe për të marrë pjesë në shpërndarjen e trofeve. Pse Shqipëria nuk është e shqiptarëve? Këta tre figurat kanë një gjë të përbashkët, ata e kanë parë Shqipërinë si një pre, jo si një atve. Në vend që të ndërtojnë institucione të forta, ata kanë krijuar një sistem ku korrupsioni dhe varfëria janë mjet për kontroll. Arsimi është në krizë, ndërsa ata dërgojnë fëmijët e tyre në universitete të huaja. Shëndetësia është katastrofike, ndërsa ministrat shkojnë të kurohen në Gjermani. Rinja largohet, sepse nuk shet të ardhmen në një vend të drejtuar nga hajdutët e pushtetit. Koha për një ndryshim kombëtare. Populli shqiptar ka qenë durimtar, por durimi ka kufi. Ne kemi nevojë për lëvizje të reja politike që nuk janë të kontaminuara nga korrupsioni i regjimeve të kaluara. Drejtësi të vërtet, ku të gjithë tradhtarët të llogariten për krime kundër kombit. Një kontroll të vërtet ndaj pushtetit që të mos lejojë që dikush të shfrytëzojë vendin si pronë personale. Shqipëria i përket shqiptarëve, jo këtyre hajdutëve. Është koha të zgjohemi, të organizohemi dhe të kërkojmë lirinë tonë të vërtetë. Kombi ka nevojë për hero të rinj, jo për maskara të vjetra politike. Nuk janë të gjithë shqiptarë ata që flasin shqip, por ata që e duan Shqipërinë.